Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, mëshirëplotit. Të dashur qytetar, të respektuar besimtar, vëllezër e motra. Sot, në këtë natë të bekuar të Ramazanit dhe në atmosferë festive të datës sonë më të rëndësishme kombëtare 17 shkurtit, ditës së pavarësisë së vendit tonë, zemrat tona rrahin njësoj për besimin dhe atë dheun tonë. Ramazani është muaji kur fjala hyjnore zbriti si dritë për njerëzimin, udhëzim për zemrat, shërim për shpirtrat dhe mëshirë për botët. Është koha kur zemrat hapen për librin e Zotit dhe shpirtrat për ulen para madhërisë së Tij. Ai na mëson durimin, faljen dhe solidaritetin, duke na kujtuar se forca më e madhe e njeriut është zemra e pastër dhe dora që ndihmon. Zoti i Madhërisëm thot, muaji i Ramazanit është muaji në të cilin zbriti Kur'ani. Ky muaj i bekuar na fton në rrugën e drejtë, na edukon me drejtësi dhe mëshuri e moral të lartë dhe na udhëzon drejt paqes së brendshme. Ramazani është shkolla e shpirtit, ku besimtari pastrohet nga gabimet, forcohet në besim dhe rritet në devotshmëri. Është koha kur leximi i Kur'anit bëhet frymarrje e zemrës, lutja gjuhë e shpirtit dhe sadakaja dritë në rrugën tonë. I dërguari Muhamedi alayhis salam ishte njeriu më bujar, ndërsa bujaria e tij arrinte kulmin pikërisht në këtë muaj të bekuar. Në këtë natë të bekuar, kur hëna e Ramazanit ngrihet mbi horizontin shpirtëror të vendit tonë, le të reflektojmë për dy dashuri që na formësojnë, dashurinë ndaj fesë dhe dashurinë ndaj dheut. Ramazani është më shumë se agjërim, është një shkollë hyjnore, vetë për mbajtjeje, pastrimi ndërgjegjes dhe lartësimi moral. Ai e bën njeriu më të ndjeshëm ndaj tjetrit dhe më të përkushtuar ndaj së mirës së përbashkët. Historia jonë dëshmon se besimi ka qenë burim frymëzimi për angazhimin qytetar e kombëtar, veçanërisht në momentet kyçe, si shpallja e pavarësisë së Kosovës me 17 shkurt 2008, kur u kurorëzua si një sakrificë gjatë për liri, drejtësi dhe dignitet. Të nderuar vëllezër e motra, dashuria ndaj fesë dhe ndaj dheut nuk janë në kundërshtim, por plotësojnë njëra tjetrën. Besimi e formon karakterin, ndërsa dheu i jep atij hapësirë veprimi. Ramazani na thret të forcojmë lidhjen me Zotin dhe përgjegjësinë ndaj vendit tonë, institucioneve dhe të ardhme son të përbashkët. Agjërimi i muajit të Ramazanit është një nga adhurimet më të veçanta, sepse është ibadet që besimtari e kryen vetëm për hir të Krijuesit, me bindje të plotë, vullnet të lirë dhe sinqeritet të thellë shpirtëror. Ai nuk është thjesht përmbajtje nga ushqimi e pija, por një akt i pastër devotshmërie që buron nga zemra dhe dëshmon besimin e vërtetë. Për këtë sakrificë të heshtur e të sinqert, agjëruesi ka shpërblim të veçantë tek Zoti, sepse agjërimi është adhurimi intim mes robit dhe krijuesit të tij, i njohur plotësisht dhe vetëm prej tij. Në këtë qëndron madhështia e tij, një përkushtim i brendshëm që e pastron shpirtin, e forcon karakterin dhe ofron njeriu me mëshirën hyjnore. Të dashur qytetar, vëllezër e motra, mesazhi i Ramazanit është paqeja. Ai pastron zemrën nga urrëtia, ndalon fyrjen dhe ngre respektin në themel të bashkëtesës. Është thirrje për vetë përmbajtje, vëllazëri dhe dashuri aktive që sjell harmoni shoqërore. Nxitja e urrëties është mkati i rënd dhe tradhtia ndaj frymës së këtij muaji. Ta ruajmë vëllazërinë dhe kombin ton me zemër të pastër dhe vendosmëri, që dashuria të triumfojë mbi çdo përçarje. Le të lutemi që ky Ramazan të na gjejë më të bashkuar, me vlera më të fortë, në besim dhe më të vendosur në mbrojtje të lirisë sonë. Le të jetë kohë reflektimi për thellimin e dashurisë ndaj fesë, si burim dritë edhe ndaj Kosovës si amanet i të parëve e përgjegjësi ndaj brezave që vijnë. Në emër të Bashkisë Islame të Kosovës dhe institucioneve të saj, si Mufti i Republikës së Kosovës, ju përcjell urimet më të sinqerta për ardhen e muajit të bekuar të Ramazanit. Le të jetë kjo kohë pastrimi shpirtëror, afrimi me Zotin dhe forcimi i unitetit,
dashurisë e solidaritetit ndërmjet nesh. Gëzuar dhe me fat muajin e bekuar të Ramazanit, Zoti e bekoft popullin ton dhe Republikën e Kosovës.